Përshëndetje, ku jemi këtu me parashikimin e datës 14, data 14 qershor të 2025. Si shikoni gradualisht po shkojmë afër mesit të muajit qershor, ku me të mira dhe vështirësitë e veta na ka dhënë mësime dhe vështirësitë që kemi pasur, na ka treguar rrugën që të lehtësojmë gjërat, dhe kjo bën që pikërisht nga tani e tutje ku gjërat do jenë krejt ndryshe, një situatë më mirë akoma. Kjo ditë është një ditë mjaft e rëndësishme nga lloji i vet, sepse duke pasur parasysh ditë e shtunë, që është ditë e Saturnit, jep disa sinjale pozitive, ku do të thotë me disa ndryshime që lidhen me punën, lidhen me karrierën, lidhen me vendime të rëndësishme, sepse Marsi, Jupiteri dhe Saturni janë tre planete, të planete kanë forcën e tyre të dijes çfarë duam të bëjmë ne dhe ku do të shkojmë. Na mëson, na dikton në gjërat që kemi. Për Saturnin në anën tjetër i na jep të drejtën që kemi, ku nuk e kemi veçse tek e drejta jonë. Bëj mirë nga do njerë se nuk i di e thonë, por në njerë bën mirë vëgjen që derë, s'ka problem, diku tjetër do zgjidhet kjo gjë, por në vazhdimsi i duket se gjërat në këtë ditë kaq të rëndësishme ecin përpara, sepse 2-3 kanë çaqëndikuar, do të thotë bëj një bisedim, gjej zgjidhje. Një çështje kontrate që dikush tjetër ka firmosur dhe dikush tjetër është atje për ta firmosur, dhe vjen momenti për të zgjidhur një ngërç të tillë. Kjo zgjidhje. Keni pasur një problem me lidhje për shembull, dhe jeni zënë për fjalë goje. Ose diku keni dëgjuar, diku janë shprehur. Mirë po, të e mbyllni si situatë, e mbyllni si çështje. Pra të gjitha këto bëjnë që mundësitë të jepen, dhe koha kur ndodhin fenomenet është dhe si periudhë apo si kohë.